Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër. Ju uroj një ditë të mbar, të bukur. Sot do të ndalemi në një temë që lidhet me ecurinë. Me ecurinë e një institucioni shkollor, i cili ka nismën, zhvillimin dhe hapat e rritjes së tij. Shumë prej njerëzve, nxënësve, mësuesve, kolektivave, ecurive, e kanë të shkruar në historinë e tyre emrin e kësaj shkolle. Shkolla profesionale Hamdi Bushati. Shkolla e mesme teknologjike më herët është 55 vjeçe. Është një histori që lidhet me sfida, rrugtim, zhvillim, suksese e natyrisht me hapësira, perspektive që çdo ditë asaj i shtohen në bashkëpunimet e saj. Natyrisht prej të gjithë atyre që kanë kaluar në bankat e kësaj shkolle ka kujtime të pashlyera, por ai frymëzim që kanë marrë prej aty, ajo mjeshtri e cila ka nisur pikërisht në bankat e kësaj shkolla, zor të harrohet. Unë sot në këtë 55 vjetor kam ftuar drejtoren e këtij institucioni, të shkollës së mesme profesionale Hamdi Bushati, Merita Zenelin, dhe mësuesen Afërdita Kopliku. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Kënaqësi t'ju kem në studio, sepse shkolla juaj është e lançuar vazhdimisht, është pjesë e rrugtimit të nxënësve, profesionistëve, të profesioneve të ndryshme, edhe natyrisht emri i saj është i përhapur në një gjeografi të bukur, të pasur dhe të suksesshme, më së shumti, apo jo. Si vjen shkolla Hamdi Bushati në këtë 55 vjetor? Unë them që shkolla Hamdi Bushati vjen nga ana profesionale e rritën, gjithashtu edhe me kërkesa gjithmonë më të mëdha, jo vetëm kërkesa në numër nxënësish, por kërkesa në rritjen e profesionit, pa diskutim, dhe cilësisë. Për ne është një punë e madhe, sepse gjithmonë kërkohet më e mira. Ndër breza kena pas breza shumë të mirë, pra që kena filluar shumë mirë. Pastaj ka pas një lohatje në fillimet e demokracisë për arsimin vetë profesional, jo thjesht për shkollën Hamdi Bushati, por tani shihet që gjana domethënë kanë ndryshuar, sepse po kërkohet jo thjesht nga tregu. Domethënë kanë filluar edhe nxënësit pra apo primt ta shohin që me të vërtetë domethënë një profesion të jep mundësi për më tepër për të ardhmen e të nxënësve. E vërtet ne kemi nevojë për njerëz mendje ndritur, për profesor, për inxhinier, për shkencëtar, po kemi nevojë edhe të kemi disa gjana bazike dhe specialist për to, dhe pikërisht këto profesione, të cilat janë në bazën e jetës së përditshme, janë shumë të vlefshme, apo jo? Patjetër. Kur themi të profesione i kërkon tregu, ne në radhë të parë shohim që janë kërkesat e vetë nxënësve pra që kërkojnë të formohen. Dhe ne synojmë gjithmonë që të kemi nxënës që të marrin një profesion për gjithë jetën, pavarësisht se çfarë profesionit nesër mund të punojnë. Pra të ke një profesion, do të thotë ke një zanat në xhep, domethënë është një siguri, domethënë për jetën e tyre. Jo të gjithë do dalin doktor, arkitekt. Në këtë studio, unë kam deri të kem edhe një prej mësueseve që ka një ecuri shumë të gjatë në shkollën e mesme profesionale Hamdi Bushati. Dhe në mbyllje të këtij rrugtimi, ajo siç duket është drejtuar pasionit me të cilin ka punuar, për kushtimit të saj, dhe ka finalizuar me një produkt respekti dhe dashurie, me një libër, me një botim, i cili i drejtohet historikut të kësaj shkolle. Afërdita Kopliku, urime dhe besoj se ka qenë diçka një nxitje e bukur për ju, apo jo?
Në fakt, historiku i shkollës është një ide e cila nuk është tash afër. Ka vite që kanë tek unë si një jo detyrë, sa ajo nuk është detyrë, por një detyrim, por edhe një kënaqësi shumë e madhe, sepse ndryshe nuk mund të arrihet që të bëhet një gjë e tillë pa patur edhe kënaqësinë për me e bërë një gjë të tillë. Është e vërtetë që libri historiku, edhe unë e kisha lexu tamam Merita 55 vite. Nuk e di, kena kenë ato dilemat 55 vjet, 55 e të tjera, por në u duk sikur goditi 55 vite histori e shkollës së mesme profesionale Hamdi Bushati. Pra është një titull që edhe ky është i ndjerë. Pra kena kenë ato dilemat, cili do t'ishte titulli. Është e vërtetë që libri ka një autor aty që është Afrodita Kopliku. Por unë e kam thënë dhe vazhdoj që ta them edhe në këtë studio, që nëse do të kishte një libër i cili nuk do të kishte autor, i pari do të ishte historiku i shkollës së mesme profesionale Hamdi Bushati, sepse ai në asnjë mënyrë nuk mund të bëhet nga një person. Ai është nga një grup aq i madh mësuesish, edhe punojësish në shkollë, saqë nuk e di se si mund të shkrute. Normalisht që duhet ketë një emër, aty dhe ai emër është emri jem. Po ju jeni personi që e keni frymëzu, që e keni organizu, ju jeni personi që keni taku shumë njerëz, që keni gërmu, natyrisht nuk i keni nxjerr nga mendja juaj ato fakte, po keni bashkëpunu. Kështu që kjo është një vepër e jotja. Kjo është shumë e vërtet, por them drejten, nuk e di, jo për modesti, në asnjë mënyrë, nuk kam edhe kohën për modesti, por është një e vërtet e pa diskutueshme që ky libër nuk mund kishte arrit të vinte këtu sot pa pas punën e gjithëve. E vërtet. Aq sa kujdoi ka taku masën cilën kushdo mund të ka pas mundësi për ta bate. Kështu që është një punë e jashtëzakonshme, e vërtet, kolektive, dhe me një dëshirë të jashtëzakonshme, dhe asnjëri prej atyne e pa me si një detyrë që ose më dha Afrodita ose më duhet me e ba, por me një kënaqësi të jashtëzakonshme. Kjo është e veçanta. Botime të tilla do të ishin të vlefshme për shumë institucione, sepse të gjithë kanë vjueshmërinë, kanë emrat, kanë arritjet, kanë rrugtimin, kanë sfidat, edhe nëse të gjithë ose shumë prej institucioneve do të kishin pikërisht botime të tilla, s'do të bënin gjë tjetër, veç se do t'i bënin shërbim kujtesës rrajve nga vjen, ku është dhe ku shkon. Kjo është diçka e nevojshme, dhe ju keni trokitur pikërisht në këtë nevojë që ndjehet sot, sepse ka njerëz që nuk e njohin të shkuarën. Kjo është shumë e vërtet, është e padiskutueshme vlera që mbart ky libër dhe të tjera që ju shumë mirë i sugjeroni që t'i bajnë, por unë kisha thënë që kushdo që e njeh, jo për detyrë, vazhdoj dhe e vetheksin, e njeh për ta bërë një gjatë të tillë, duhet ta bajnë. Duhet ta bajnë. Rrugtimi i kësaj shkolle nis në vitin 1970. Po. Është ka hapur dyert. Në vitin 1970 shkolla teknologjike 24 Maji. Është shkollë e cila u hap me 140 nxënës fillimisht, dhe me 4 degë, me degën organike, inorganike, muzikë dhe farmaci. Ndoshta për momentin këto ishin ata hapësirat që u mendon. Hapësirat që u mendon, por shumë shpejt u specializu si shkollë,
duke ju përshtatë emërtimit, shkolla teknologjike, për arsye se dy degt, dega e farmacisë dhe dega e muzikës, kaluan shkollat përkatëse të tyre. Shkolla e muzikës në shkollën Prengjakova dhe dega e muzikës pranë shkollës Prengjakova dhe dega e farmacisë pranë shkollës mjekësore. Gjithmonë ai fillim ka një rëndësi të veçantë. Do të ishte nderuese të përmendim disa nga emrat ose emrat e atij personeli të parë i cili domethënë shënoi rrugtimin e kësaj shkolle dhe që natyrisht në faqen 13, po? Jo, s'ka se gjatë rrugës edhe po, sa është ideja që edhe ndonjë më mos më iken, se mundet pa dashje, edhe kur je edhe në studio kështu ka emocion tjetër. Jo. Është bukur që të evidentohen dhe të thuhen emrat e atyre mësuesve dhe të personelit të parë të vitit 1970 që e hapen këtë shkollë. Drejtor i parë i kësaj shkolle ka qenë Grigor Guzmani, i cili qëndroi nga viti 1970 deri në vitin 1973. Pastaj mësuesi Ejup Burja, Pjetër Gjoka, Shqyqyri Selhani, Hafize Mustafaj, Mark Gjergji, Haki Vasia, Kisht Stajka, që vazhdojnë të jenë që janë edhe punojës të kësaj shkolle, kanë qenë punojës të kësaj shkolle, Nushega, Mariem Nela. Pra kanë kryer detyra të tjera si... Po, sepse ka qenë një shkollë, po vazhdoi Teuta Agolli, Saime Saiti, Xhevdet Mema dhe Nut Tokri. Kanë kryer detyra të tjera për arsye se kjo shkollë në fillimet e veta ka qenë e organizuar edhe me konvikt. Sa kohë që ka qenë organizuar edhe me konvikt, ajo ka qenë detyruar që të ketë edhe një personel tjetër. Absolutisht. Siç ishte ajo nisave. Kjo do të thotë që ka pasur nxënës edhe që kanë ardhur në shkollë. Ka pasur nxënës konviktor, po themi, që kanë ardhur nga shumë qytete të tjera, patjetër Lezhë, Tropoja, Fieri, Lushnja e shumë qytete të tjera që kanë ardhur për të vazhduar shkollën këtu pranë shkollës së mesme teknologjike. Dhe tashmë pas 2 vitesh ajo u specializu si shkollë profesionale teknologjike. Dhe mori drejtime të deri në vitin 1976 kjo shkollë vazhdoi vetëm me këto 2 drejtime, pra me drejtimin organike dhe inorganike. Më pas, pra në vitin 76, kjo shkollë pati dhe 3 drejtime të tjera, dhe 3 degë të tjera, që ishin dega tekstilit, dega e përpunim drunit dhe dega e konfeksionit. Këto janë 3 degë të cilët për shumë kohë të gjatë e kompletuan shkollën teknologjike me 5 degë, pra me organike, inorganike, tekstil, përpunim drurit dhe konfeksion. Është tashmë një rrugtim tejet profesional që nxirrte punonjës të kualifikuar direkt për prodhimin. Natyrisht gjatë këtyre viteve ka pasur figura të ndryshme të arsimit, të cilat kanë dhënë kontributin e tyre, kanë pasur ndjeshmërinë të mësojnë zanat nxënësve dhe nxënës të cilët kanë natyrisht vijuar pikërisht me mësimet e kësaj shkolle në profesione të ndryshme, apo jo? Po. Me vlera kanë qenë mësuesit të cilët në degët përkatëse kanë dhënë kontributin e tyre mjaft të çmuar. Kontributi i cili ka pas rezultate ashtu siç e thatë edhe ju, edhe në shkollat e larta që ato kanë vazhduar. Pra, ato nxënës që kanë kaluar nga shkolla e mesme në shkollën e lartë
janë nxënës të cilët janë dalluar që vinë nga shkolla profesionale, sepse kanë pasur një formim profesional të dallueshëm nga nxënësit që vinin nga shkollat e përgjithshme të tjera. Kështu ja vlen që të përmendim për degën e tekstilit, mësuesen Teuta Gjyli Mark Gjergje. Ja vlen që të përmendim për degën e përpunim drunit, mësues Bajram Krujen dhe Nikol Gjergjin. Ja vlen që të përmendim për degën e konfeksionit, mësues Naim Haxhia. Pra janë këta mësues të cilët kanë ndikuar shumë me përkushtimin e tyre në formimin e këtyre nxënësve. Unë prap vazhdoj dhe theksoj, është shumë e domosdoshme dia që duhet ti transmetosh nxënësit, po aq e domosdoshme është edhe dashuria për t'ia dhënë këtë dije. Ndryshe, nxënësi nuk arrin që ta marrin ashtu si duhet. Të dyja bashkë bëhen shumë bukur tek një mësues dhe bëhen shumë të dobishme tek nxënësi. Dhe kjo është karakteristike të këto mësues. Profesoresh Aferdita, ju e keni nisur rrugtimin tuaj në këtë shkollë, apo nuk e kam nis në këtë shkollë, kam bërë një vit. Keni shumë vite. Minus një vit. Minus një vit që e kam bërë në Bajs vitin e parë, 85-86 dhe të tjerat i kam rreth 40 vite. Rreth 40 vite. Si e keni si ka qenë fillimi juaj në këtë shkollë? Sepse gjithmonë fillimet kanë hapin e parë dhe hapi i parë është i paharrueshëm edhe me sfida, kuptohet, por që pason më pas të tjerët. Është shumë e drejtë pyetja që bani, por edhe për mua është shumë e thjeshtë përgjigja që du me dhënë. Për arsye se unë kam pas të thjesht fillimet e mia, për arsye se kam gjetë një kolektiv të jashtëzakonshëm. Me një dashuri dhe me një përkushtim të jashtëzakonshëm ndaj me jetë. Gjatë cilën faktikisht unë sot bëhem pak më e madhe për me e thanë, por kushdo që e thote kishte drejt që ta thonte si kolektivi i shkollës teknologjike. Naj dhe fillimet e mia nuk kanë qenë fillime të vështira. Kam gjetë një mbështetje dhe një përkushtim të shumë mësuesve, gjatë cilën mu ma ka lehtësu. Vija ndoshta pak me ato idealizmat e mia nga shkolla e lartë, dhe mu dukte sikur gjithçka ajo çka unë mendoja ishte ashtu, pra si e preme me thik, por faktikisht nuk është tek mësuesi kjo. Tek mësuesi, gjanat nuk duhen të jenë të preme me thik. Gjanat duhet bëhen me shumë dashamirësi. Dhe pikërisht këtë gjë unë e mësova këtu, tek ta mësues që mu ndeshten fort. Keni pas nxënës që nuk është vështirë t'i harroni? Të drejtën fillimet e mia janë të lidhura me nxënës të cilët sot punojnë edhe në fusha të tjera. Përveç specifikës së shkollës, pra është pak ndoshta për sot e çuditshme të thuhet se si një nxënëse që ka vazhdu degën e konfeksionit sot jetë një prokurore. Është pak e vështirë të thuhet si një nxënës i cili ka vazhdu prap degën e përpunim drunit sot të jetë një avokat. Por shkolla ka dhënë një formim jashtëzakonisht të mirë dhe që ka kriju mundësi këtyre nxënësve që të vazhdojnë ato synimet e veta, dëshirat e veta edhe në degë të tjera të cilat nuk kanë pas lidhje me shkollën e mesme. Ti drejtohemi drejtoreshës, e cila natyrisht vjen në vazhdim të rrugtimit, dhe ju keni disa vite që jeni në këtë shkollë, dhe kur dëgjoni këto fillime të cilat natyrisht janë
punë profesionale, por edhe punë që mësuesi dhe shkolla i afron me dashuri. Si e shihni në këtë hapje kaq të madhe që ka shkolla, sepse po t'i drejtohemi disa statistikave, vlen të ndalemi shumë. Nga 140 nxënës në fillim, ka plus më shumë se 650 nxënës sot. Nga 4 programe në fillim, sot ka 8 programe, 8 profile. 8 profile, të cilat natyrisht kanë edhe 9 profilet e tyre. Kështu që ka një hapësinë shumë të madhe. Faktikisht unë më parë kam punuar në arsimin e përgjithshëm. Ishte rutina e arsimit përgjithshëm, por pa diskutim nxënësit dhe kënaqësia me punu me nxënës është kudo e njëjta. Arsimi profesional ka një dimension krejt tjetër. Dhe të shofësh se sa shpejt me thanë zhvillohet, lëviz, sepse kërkon tregu, sa shpejt me thanë rritet kërkesa, ndryshojnë ofertat e punës, ndryshojnë kërkesat, drejtimet apo profilet që ka brenda shkolla, është e habitshme. Ndoshta një vit kemi një profil, një vit hap me dualin profil tjetër. E kam pa më shumë të dual. Mendojmë të hapim kualifikimin EPS pas të mesmes, për menaxhim të strukturave hoteliere, që do të thotë në përshtatje të kërkesave të tregut, dinamikat janë të vazhdueshme. Gjatë që të bën domethënë t'jena në kërkim gjithmonë, t'jena kërkues për veten tonë, por edhe për nxënësit në mënyrë që zhvillohen gjithmonë më tepër. Shkolla profesionale Hamdi Bushati ka rrit numrin e nxënësve, gjithmonë sipas kërkesave që ka pas, që të thona sot janë nxënësit që zgjedhin, nuk është thjesht që po jepet një drejtim nga kjo shkollë ju do të shkoni këtu apo në një shkollë tjetër, pra është nxënësi që zgjidh profesionin dhe i pëlqen ai profesion, pavarësisht se sot kërkohet shumë hoteleri turizmi, por vazhdon të metet tekstil konfeksioni, që është ndër degmet e vjetra pra, që në 76-ën dhe akoma është aktuale. Dega më rezistente është tekstil konfeksioni. Por ju e keni zjarnu me ajo pastaj profilizohet në modelim, në mënyrë që më jo përshtat edhe tregut pra, sepse dashje pa dashje kurrikulat ndryshojnë, gjithmonë të përshtatshme me çfarë kërkohet dhe ku do arrin ky nxënës, jo thjesht me thënë të marrin kurrikulen bazë, po edhe të fillohet në formatet e tjera që kërkohen, por edhe ekonomi i biznesit nuk mbetet mbrapa, sidomos edhe me këtë vit, dhe ajo që mund të më dallu, ne kena fillu me pas një rritje të numrit e vajzave, që do të thotë në arsimin profesional, por shifet gjithmonë një kërkesë më e madhe nga vajzat për arsimin profesional, dhe kjo është një gjë shumë e mirë, sepse mos mesim në atë rutinë më në parshme që fillai arsimi profesional dhe kishte atë pjesën e rënies dhe çdo gjë okay, arsimi profesional të gjithë shkojnë në arsim të lartë, por ka pas edhe ndryshimet e veta, gjë që shifet çdo ditë. Natyrisht mundësitë që jepen në një shkollë është jo thjesht të marrësh një dokument shkollor, masi e marron atë. Mundësitë që të jepen në një institucion shkollor është që ta duash atë që nis dhe ta vazhdosh në një mënyrë ose në një tjetër. Ta kesh brenda vetes, pavarësisht se jeta sot të ofron me mundësi të shumta. Si mendoni ta realizoni këtë ndjeshmëri, sepse sot bota ka një kaos interesash, vëmendjesh, zilesh të ndryshme që tingëllojnë rrugësh të pafundme dhe të tërheqesh në një magnet pikërisht në një gjë të vlefshme siç është profesioni, është një sfidë më veta. Në fakt është një sfidë në veti, deri në momentin që na fillojmë të ndërgjegjësojmë vetë nxënësit, që çfarë ju pëlqen, çfarë drejtimi do zgjedhni, ju pëlqen apo jo arsimi profesional, si njiheni, dhe për ne ti kemi deri në shkollë, është një rrugtim i mëparshëm, që do të thotë në klasave të 9-ta dhe të 8-ta, ne organizojmë takime ku i sjellim pranë shkollës dhe shohim ju pëlqen ambienti, ju pëlqen që ju të realizoni një orë mësimi në shkollën tonë, ndërsa që në momentin që më pëlqen që mësuesja Afrodita bashkë me kolegët e saj është përqendruar në shumë sfera të zhvillimit të shkollës, edhe natyrisht
në potencialin human, në potencialin e kurikulave dhe të degëve, por edhe në atë që ofron shkolla. E ka mobilu me të gjitha mundësit e akomodimit. Jo, se drejtorisha mund të thojnë atë, po ka qenë një qëllim, të them drejten, se mund të vazhdojnë me Rita pra, po sa deshta me thanë qëllimin që ka pas historiku. Nuk ka pas thjesht thuhet historik dhe është një kronologji dhe s'mund t'i iksh asaj, por është shumë e vërtet dhe më vjen mirë që ju e keni dallu një diçka të tillë dhe është një favor për ne, sepse mendojmë që kështu do ta shohin edhe të tjerë një gjatë tillë, qëllimin cilin e kena pas, të mos jetë thjesht statistik, të mos jetë thjesht një historik, por të përçojnë atë ndjeshmërinë për ta dashur punën, për ta dashur profesionin, dhe që në fundit nesër të jenë njerëz të mirë dhe profesionistë të mirë njëkohësisht. Është diçka që ju e keni ndjerë gjatë ecurisë suaj. Edhe e keni ushqyer tek nxënësit. Të them drejtën, është një gjë që unë e kam pas shumë parasysh gjatë gjithë karrierës time. Që tek nxënësit të përpiqem të kaloj tek ato krijimin e modeleve të bukura, modeleve të mira. Unë vetë si afërdit jam rrit dhe eduku me modele. Normalisht që janë modele që i marrim në shtëpi dhe nuk kemi nga i ikim atyre, cilët spaku tek unë më mësun për punë, arsim dhe ndershmëri, dhe prap jam shumë krenare për aty ku unë kalova tek bashkëshorti që të njëjtën gjë gjeta dhe zhvillova. Gjeta, por edhe e kërkova. Dhe normalisht e gjeta. Por unë si afërdit jam eduku edhe me dy modele që janë shumë të rëndësishme për mu gjatë gjithë jetës dhe karrierës time. E kam thënë edhe herë tjera, por me që mu dha rasti që ta them prapë edhe këtu te ju, unë nuk mundem pa përmend një zysh Mariana Shalen, e cila tek unë në shkollën 8 vjeçare. Në shkollën 8 vjeçare Ismail Qemali, shtatnanori. Po. Kam pa tek ajo atë mirësi që nuk e di a mund ta gjej kun ma. Një person i cili përçonte vetëm edhe vetëm mirësi tek nxënësit. Edhe një model tjetër, cilin respekt për zysh Marian, ne përshëndesim nëse na ndjek. Edhe një model tjetër, cilin është i parritshëm të drejtën. Kur themi modele, unë nuk kam parasysh kopje. Është e pamujtur të jesh kopje e dikuj. Por unë modelin e kuptoj si një pasqyrë ku duhet dalësh në momentin që ti mendon, ti vepron dhe aty ti e sheh veten a je dhe si je. Dhe ky është Besnik Bekteshi. Nderim dhe respekt. Është një figurë i cili më ka udhëheq tani jetën time në punën e arsimit, por normalisht është një figurë me vlera të jashtëzakonshme për arsimin shqiptar. Dhe unë jam shumë mirënjohëse atij, sot fatkeqësisht nuk jeton më, për atë çfarë ai ka ditë dhe më ka dhënë mua. Dhe në këtë drejtim, duke pas të modele të mijat, jam përpjek që edhe tek nxënësit të krijoj idenë që ato duhet të kenë modele. Secilin e zgjedhin ata vetë, por ama modeli është shumë i rëndësishëm në jetën dhe në punën e një nxënësi. Shumë respekt për ju, profesoresha Ferdita, për atë pozicion që keni zgjedhur të jeni. Të jeni një profesioniste në dhënien e arsimit,
por njëkohësisht edhe një figurë e cila lën bresat e saj. Respekt. Shumë faleminderit. Ndoshta vijnë vitet edhe ka nevojë njëri mi një gjuhë fjalë tilla se thot çabana. Ja. ja, çabana në kuptimin e saj në tan këto vite, po faleminderit. Faleminderit për fjalë që thoni. Shumë respekt. Por është besoj se drejtoresha ndihet krenare për personelin, për punojësit, për mësuesit me të cilët punon si një skuadër aktive në jetën në ditët e shkollës apo jo. Pak më parë mësuesa Afrodita tha erdhën në shkollën Hamdi Bushati dhe më priten mirë. Të njëjtën gjë më tha më dhonë, më priten shumë mirë. Dhe është më tepër që ishte një organizim shumë i mirë i asaj shkolle, ku ishin ndarë edhe me detaje disa gjëra. Në mënyra vetë se si funksionon dhe arsimi profesional, bëhet një punë e pafund. E vërtet. Unë që unë du me falenderu këto, në mënyrë të veçantë mësuesa Afroditën, pavarësisht se diftohet modeste për librin, iniciativa që ka marrë. Sepse me të vërtet ky libër nuk bëhet vetëm, sepse është një punë pafund, sepse janë statistika, janë emra, do të thënë është një historik rrugtim shumë i gjatë, por iniciativa për me marr, për me bë historikun e shkollës, sikurse thatë edhe ju mungon në shumë shkolla, dhe janë edhe gjana që ne na mungojnë në shkolla vetë. Pra do të thënë nuk ka se ka prumje të tilla në shkolla që po bëhen historik apo po bëhet diçka tjetër e veçantë që ti metet shkollës. Për ne është një gjë shumë e veçantë sepse është një kujtim, jo thjesht kujtim që i metet shkollës, por është edhe një vlerësim për gjithë punën e mëparshme që është bërë. Është respekt. Dhe që besoj domethënë ka më ngrit edhe më lart shkollën sepse ne kujtojmë punën e mëparshme në mënyrë që edhe të ecim edhe më përpara. Meqenëse se librin e kemi në mes nesh dhe unë do të desha nëse ju mendoni ti drejtohemi disa fakteve, por më herët disa prej drejtuesve të shkollës, cilët kanë qenë ata. E fillojmë me zotin Guzmani, më pas është ja ku e kemi. Po. Jo, mund t'i thoni jo. Drejtuesit e kësaj shkolle kanë qenë Syzet unë, mirë. Atëherë drejtori i parë, siç ju thash, ishte Grigor Guzmani. Nuk unë faktikisht kam punu me gjithë këta dhe kjo është një gjë shumë e madhe për mua. Ju jeni emërusi përbashkët i të gjithë këtyre marrëdhënieve. Dhe kur më pyetni për drejtuesit, menjëherë më vjen kështu për me dasht me fol për ta. Se sa figura të çmume të ngrituna kanë qenë edhe janë. Por nuk e di, nuk ka as mundësi për këtë gjë. Me nderim të respektit dhe punës që ata kanë bërë, ne po i drejtohem. Atëherë, Mzejen Cufi, Marita Gjonaj, Sytki Spahia, Filip Gurazio, Genc Agolli, Lul Gjeka, Besnik Bekteshi, Fatbart Borici, Sajmira Hoxha, Zevdan Dysha, Nirvana Lekaj, Valbona Dibra, Arsida Shima, Jasmina Lomane dhe së fundmi Merita që vazhdon. Suksese gjithmonë, Janë Merita kam konflikt interesit pak me Meritën. E kam kunat. Rastësia. Merita ka një pararësit e vetë i ka të jashtëzakonshëm dhe unë si qëtash është pak e vështirë për të kopju puna, nuk mund të kopjohet, po për të njek nuk është edhe shumë e vështirë, sepse këthen kokën mrapa dhe shef arritjet që janë ba, shef figurat të shqume që janë edhe në qytetin e Shkodrës në lidhje me arsimin, figura të shquara në këtë drejtim, kështu që Merita
mundet të njekin ata, dhe që të vazhdojë karakterit të saj të fortë dhe të sigurt, ka edhe eksperjenca mjaft të mira në këtë shkollë. Atëherë ne duhet të drejtohemi pikërisht atyre sfidave që ju keni për një vazhdimsi ende më të mirë në lidhje me bashkëpunimet që keni për jashtë shkollës, me degët të reja që hapni, me marrëdhënie me bizneset, praktikat e ndryshme etj. Sfida që ne kemi dhe që besoj që do të kemi gjithmonë, që është sfida arsimit profesional, është punësimi i nxënësve. Që do të thotë në momentin që nxënësit marrin shkollën, për ne është e rëndësishme që këto nxënës të punësohen. Pavarësisht se një numër i madh i nxënësve shkon edhe në arsimin e lartë, por qëllimi është që ato të ndjekin edhe drejtimet për cilët domethënë kanë kryer në shkollë. Kjo nis që në vitet e shkollës, në vitet e shkollës, që kjo fillon që herët, sikur se e thashë në klasën e 8 dhe 9, në mënyrë që të orientohen nxënësit, të zgjedhin çfarë dëshirojnë. Por profesionin ato e marrin gjatë viteve që janë në shkollë. Kjo lidhje me profesionet, me punën në profesion, kjo fillon që herët, që në vitin e parë fillon faktikisht në shkollë, jo me bizneset, ku në vitin e parë realizojnë praktika në shkollë, në mënyrë që nxënësit fillojnë të formohet nga ana profesionale, pastaj në vitin e dytë edhe në shkollë edhe në biznes, ku nxënësi të formohet, pra të mos shkojnë me një herë në biznes në mënyrë i pa formuar nga ana profesionale, pra të fitojnë domethënë praktikën edhe në kabinetet e shkollës. Pastaj ne realizojmë marrëveshje me bizneset, ku nxënësi ndiqet nëpërmjet mësuesave, të cilët njekin në çdo biznes si realizohet kjo praktikë. Pra, në atë biznes ato kanë një mentor me cilin ky nxënës mëson. Për ne është shumë e rëndësishme domethënë kjo lëvizje ku nxënësi realizon praktikën në biznes, sepse biznesi ka më larmi. Domethënë të jep mundësi më mësu më tepër, përballesh shumë më tepër domethënë me situata të ndryshme. Po hyn në jetë, teknologjia në bizneset të ndryshme është e ndryshme, që do të thotë i jep mundësi. Ka shumë nxënës që e kanë kalu kufinin në Shqipënisë dhe punojnë këto. Kemi, faktikisht. Është e vlefshme diploma që ju jepni? Diploma është e vlefshme dhe shpeshherë na shkruajnë, na falenderojnë. Qëllimi vetë i arsimit profesional nuk është thjesht punësor në Shqipëri apo jashtë. Qëllimi është që ato të formohen. Që nesër pas nesër të ketë një mundësi domethënë punësimit, pra të jetë i realizuar nga ana profesionale. Dhe pastaj ato të zgjedhin nëse i pëlqen të jetojnë në Shqipëri apo në jashtë. Kjo është mundësi pastaj punësimit. Kjo është mundësi zgjedhjet. Po. Sot mundësitë në Shqipëri janë shumë të mira, sepse ne shohim se nxënësit tonë kanë paga mjaft të mira, por gjithsesi kjo nuk i ndal, sepse kemi shumë nxënës që kanë zgjedhur domethënë të jetojnë jashtë, kanë një punë shumë të mirë jashtë, që na shkruajnë, janë në restorante shumë të mira, dhe pastaj kur nisin shpeshherë domethënë edhe në Instagram ato pjatat e tyre apo se çfarë kanë realizuar, për ne është fantazi shumë e madhe. Pra, çdo ditë është një hap tjetër. Çdo ditë është një hapësirë ku nxënës, mësues, mentor janë pranë nxënësve për të arritur këtë qasje kaq të bukur me jetën, me atë çfarë mësojnë. Dhe kjo është qëllimi më i mirë që shkollat jetë e lidhur me jetën. Është një sfidë e vazhdueshme dhe unë uroj që gjithmonë t'i fitoni këtë sfida. Zotësia Afërdita, unë ju falenderoj për figurën që jeni, për personalitetin që shfaqni, për ecurinë tuaj dhe për këtë kontribut shumë të vyer për shkollën e mesme profesionale Hamdi Bushati. Nëse të gjithë do të ndashin nga institucionet me ndjenja të tilla dhe produkte të tilla, do të tregonim gjë tjetër veç se mirënjohjen, i cili është një virtyt njerëzor. Drejtoreshës ju urojmë ecuri shumë të mbara dhe mbarësi. Faleminderit shumë. Faleminderit ju.